që këto shtete ose kjo aleancë do sulmoj. Por të qenit të fortë bën që të stepen aktorë të tjerë geopolitik që kanë aspiratat e tyre dhe mos të avancojnë. Kur avancoi Rusia drejt Ukrainës, apo më herët në Gjeorgji me sulmin apo në Krime, kur ka perceptuar një dobësi të perëndimit. E pa se çfarë ndodhi në 2021 me largimin e turpshëm në atë mënyrë që u bë nga Afganistani, nga administrata e presidentit Biden, e pa që Europa ishte tepër e dobët ekonomikisht e varur për çështjet e energjisë nga Rusia dhe pa që një sulm në Ukrainë do të ishte me kosto minimale për Rusinë. Qartë. Dhe Rusia e kapi momentin dhe avancoi. E vetmja mënyrë që kjo të mos përsëritet më është në qoftë se shtetet e perëndimit ndryshojnë në radhë të parë mënyrën e të funksionuarit të këtyre shteteve për të shkuar drejt atyre sistemeve demokratike funksionale larg censurës me forcim të lirive të individit e tjerë me radhë, ndryshim të rësor të modelit ekonomik, forcim të kapitalizmit dhe të tregut të lirë dhe natyrisht mbrojtje të interesave kombëtar, rritje të sigurisë, të mbrojtjes të kapaciteteve mbrojtëse dhe në këtë aspekt është edhe kërkesa për 5% e NATO-s kërkuar nga presidenti amerikan Trump dhe të gjithë këto përpjekje po shikojmë nga vendet anëtare të aleancës në mënyrë që duke u kombinuar me këto faktorët e tjerë të arrin të stepin Rusinë, Kinën, Iranin dhe faktorë të tjerë dhe të arrin të mbajnë në afatgjatë balancën e pushtetit në gjeopolitik në perëndim. Nikola, mbas gjithë këtyre zhvillimeve dhe deklaratave të njëpasnjëshme, apo kalon kjo linja e kuqe për sigurinë ndërkombëtare dhe sa e rrezikshme është më tej edhe për stabilitetin global? Vija e kuqe, unë sërish t'i kthem asaj që thash, vija e kuqe kalohet në qoftë se ne shikojmë që këto shtetet që kërkojnë një ndryshim në rendin botror, siç është Rusia, Kina, ose më saktë Kina, Rusia, Irani, apo satelitë të tjerë të tyre, apo shtetet që mund të jenë bashkuar në këtë aleancë, shikojnë që perëndimi është i dobësuar dhe avancojnë në lidhje me aspiratat ose ambicet e tyre gjeopolitike. Në qoftë se ata shikojnë që perëndimi është gjithmonë më në tërheqje, atëherë këta do avancojnë dhe do kalojnë dhe vijat e kuqe. Në qoftë se kemi një balancë të shëndetshme gjeopolitike, ku perëndimi bën punën e vet, forcohet me tre elementet që unë thash, tre elementet kryesor, qoftë me sistemet demokratike që ndërtojnë, me modelet ekonomike dhe me sigurinë, atëherë bëhet e mundur që balanca e pushtetit qëndrojë në perëndim dhe të kemi një mundësi për marrëveshje afatgjata për rendin botror që do ta mbajnë Rusinë, Kinën dhe këto shtete që duan të imponojnë modelin e tyre në zonat e veta të influencës, pra të mos avancojnë më tej. E qartë, Nikola, nga ana tjetër, çdo përshkallëzim, nëse e marrim të mirëshëm, pra mund të ketë edhe ndikim të madh në Ballkan, Ukrainë, Bielorusi edhe më zhër. Dhe pyetja lihen se çfarë pasojë strategjike mund të ketë një konfrontim ose tension i vazhdueshëm, nëse sigurisht nuk do të kemi edhe një marrëveshje. Po, Ballkani është padyshim një rajon delikat dhe është një rajon që her pas here kthehet dhe në vëmendjen e administratës amerikane. E cila herë duket sigurisht me tërhequr, herë duket sikur u lë europianëve që t'i zgjidhin, por gjithsesi është një rajon që është në vëmendjen e tyre dhe kjo u tregua edhe me firmosjen e presidentit Trump të dijet asaj që kaloi në Kongresin Amerikan në lidhje me Ballkanin. Që do të thotë, po themi kaloi, u kodifikua, ajo që mund të ishte më përpara në formë rezolute ose qëndrimi politik që në Ballkan nuk do lejohen ndryshime kufish, nuk do lejohen influenca të tjera, qoftë ruse, qoftë kineze, dhe nuk do lejohen ndryshime kufish. Do të thënë, kjo është më e rëndësishmja, që
në një farë mënyrë do të çonte në një destabilizim, se nëse ndryshon kufit në një mes dy shteteve, kjo mund të hapi kutinë e Pandorës, të çojë në ndryshime kufish në shtete të tjera, se ne dimë si janë sa delikate janë balancat në Ballkan. Në këtë aspekt, duke pasur një vëmendje të shtuar në Ballkan, kufizohen dhe avancimet që mund të kenë shtete të tjera, të cilat nuk janë në interesin ton, për shembull, nëse ato do rrisin interesat e tyre. Ndaj, në këtë aspekt, Ballkani është i qartë në këndvështrimin e atyre që marrin vendimet në Shtetet e Bashkuara në këtë rast, se si do jetë, si rajon, i formësuar, si do jenë balancat aty, dhe nuk mendoj se do ketë pasoja negative për Ballkanin, ose të paktën për faktorin shqiptar në Ballkan, nga çfarëdo që mund të ndodhi në Ukrainë, në konfliktin Rusi-Ukrainë. Nikola, nga ana tjetër, presidenti i SBA-s Donald Trump ka promovuar edhe një bum ekonomik gjatë një fjalimit të tij, pavarësisht se ka thënë se inflacioni mbetet i lartë dhe tregu i punës nga ana tjetër është dobësuar. Sa të besueshme është këtë dhe cilat do të jenë pasojat? U votua paketa, po themi, ekonomike e presidentit Trump, paketa fiskale me uljet e taksave që ai kishte premtuar gjatë fushatës, e kështu me radhë, dhe ato e marrin efektin në janar. Pra pritet të shikojmë në 2026 se çfarë do kenë efekt gjithë këto politika të presidentit Trump tashmë të kaluara dhe në Kongres dhe të firmosura më pas nga ai. Kemi parë efektet e tarifave, të ardhura rekord janë futur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deficiti tregtar ka qenë më i ulti në disa vite, deficiti buxhetor gjithashtu ka qenë më i ulti prej disa vitesh, që do të thotë vërtet shteti amerikan shpenzon më shumë se çka të ardhura duke marrë borxh, por kjo gjë ka ndodhur në një masë më të vogël në këto muaj që ka qeverisur presidenti Trump, në gati një vit që ka qeverisur Trump. Neve mund të shikojmë si kanë qenë pasojat e politikave të presidentit Trump në mandatin e parë për të pasur një ide se si do jetë viti 2026 për shembull. Dhe unë dua ta theksoj këtë sepse është provuar disa herë në shtete të ndryshme nga drejtues të ndryshëm të këtyre shteteve, qoftë në Shtetet e Bashkuara me presidentin Reagan, edhe me presidentin Bush, me presidentin Trump, apo më herët me presidentë të tjerë republikan, që kombinimi i asaj që quhet deregullim, pra uljes së barës burokratike, rregullatore tek sipërmarrjet, shoqëruar me uljen e taksave, uljen e gjithë presionit të makinerisë shtetërore drejt individit, duke i dhënë individit më shumë mundësi, më shumë liri ekonomike, më shumë liri individuale, ka çuar kombet në prosperitet. Janë ato që quhen politika të anës ofertës. Në mandatin e parë të presidentit Trump, ekonomia u rit, në qoftë se Barack Obama e la me një rritje ekonomike 1%, në mandatin e parë të presidentit Trump arriti rritja ekonomike edhe në 3%. Ndërkohë kujtojmë këtu që Barack Obama kur ishte president thoshte t'i harojmë rritjet me 3% sepse janë të pamundura më për shkak të ndryshimeve strukturore në ekonominë amerikane. Kjo gjë ndodhi në fakt me politikat e presidentit Trump, me politikat e djathta që ai ndodhi, sepse ekonomia amerikane u rit 3%, që është një shifër e konsiderueshme për një ekonomi të zhvilluar. Ndaj, ne pam këtë efekt. Nga ana tjetër, u ritën pagat për të gjitha shtresat, për të gjithë grup moshat, për të gjithë kategoritë në 4 vjeçarin e presidentit Trump, arritën në rritje rekord. Varfëria ul në një rekord minimal prej 20 vjetësh në Shtetet e Bashkuara. Pra, i dhan efektet dhe ekonomia ishte forcimi i ekonomisë ishte një nga rritjet më të mëdha të presidentit Trump në 4 vite. Duke ndjekur të njëjtat politika, edhe me i vendosur se që ishte në mandatin e parë, natyrisht që efekti do jetë pak a shumë i ngjashëm edhe në këtë 4 vjeçar. Kam përshtypjen se s'mund të jetë ndryshe. Ne kemi parë që inflacioni është ulur në Shtetet e Bashkuara, çmimi i karburantit është ulur sërish aty ku ishte kur e la presidenti Trump në 2020-ën, pra ka filluar të duket efektet e politikave. Natyrisht viti tjetër fiskal do jetë një vit i plot i qeverisjes së Trumpit dhe të politikave të tij, ndryshe nga viti kaluar që ai
u detyrua të punonte me atë që kishte trashëguar nga Biden dhe është e pritshme që të ketë një bum. Qartë. Nga ana tjetër, Nikola, Trump ka njoftuar dhe pagesa për 1.45 milion njësit ushtarake, duke lidhur këtë edhe me të ardhurat nga tarifat. A mund të shihet e gjitha kjo si një strategji politike për të mobilizuar nga ana tjetër dhe bazën e tij ushtarake? Republikanët në përgjithësi kanë një vëmendje të theksuar tek ata që sakrifikojnë ose bën jetën e tyre në rrezik për të mbrojtur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një respekt që ata kanë, një nderim për veteranët e luftës, për ushtarakët dhe kjo është në vazhdën e kësaj gjëje. Është një shpërblim për ata që vën jetën e tyre në rrezik. Të gjithë ne duhet ta